Pyetja që do të shtroje këtu në mënyrë automatike do të ishte a do të guxonte ky mërgjimtari ta bënte të njëjtën gjë në Gjermani. Nëse do të jetë pyetja ju siç ishte tek faqja ku e mora videon se ku pe dini që është mërgjimtar, kishte targat e makinës të cilat tregonin, po për shkak të sferës private, ku ta di unë, që nuk lejon rrjetet sociale, ja kanë heq pjesën ku shihen edhe targat. Shumë kisha pas qef me ditë pse kena një dëshirë të mërshme, një numër i caktuar në diasporë, që mos me hi gjithë në një thes, me shkatru vendin tonë, mirë po kur jena këtu në Gjermani, shukatëm për mos me thonë atë fjallën tjetër.